Për kontributin e tij të vyer në aplikimin e standardeve më të avancuara të diplomacisë publike, kulturore dhe akademike, për bashkëpunimin e ngushtë në përafrimin e dy popujve shqiptar dhe spanjoll, në ndihmën konkrete në integrimin e promovimin universitar dhe ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore historike të Gjirokastrës, me këtë motivacion Bashkia e Qytetit të Gurtë vlerësoi me titullin qytetar nderi ambasadorin spanjoll në Shqipëri Alvaro Renedo Zalba. Certifikata ju dorëzua nga kryebashkiaku Flamur Golemi gjatë ceremonisë organizuar në kështjellën e Argjiros. Që kishim vendosur edhe që Alvaro nuk do ikte nga Gjirokastra pa marrë jo thjesht një titull qytetar nderi Gjirokastrës. Kjo e kishte vendosur vetë Alvaro me punën që ka bërë në gjithë këto vite. Aktiviteti i parë që kemi bërë me Alvaro është një koncert dhe një shfaqje flamengos këtu afër në kalena e qytetit. Ishte vizita e parë apo e dytë që kishte bërë Alvaro edhe sa pa kalan artusa do bëjnë patjetër një flamengo. Ka vendosur kjo gjë. Shumë faleminderit Alvaro se nuk e kontribuar thjesht për arsimin, për universitetin, për degën e UNED-it në Gjirokastër, nuk e qenë thjesht ambasadori i Spanjës në Tiranë, po ka qenë dhe ambasadori i Gjirokastrës në Spanjë. Do besoj që duhet të vazhdojmë së bashku, është detyra jonë. Alvaro, ne po i themi sot thjesht mirupafshim dhe miru takofshim shumë shpejt, në një detyrë shumë të rëndësishme që po vazhdon si ambasador në një shtet të rëndësishëm. Dear Mayor, Kur erdha për të parë në qytetin e Gjirokastrës dhe e vizitova, të ndjeva pata të njëjtën ndjesi si ajo që pata kur takova gruan time, zonjën Mercedes. Por sigurisht sot është një ditë e veçantë, është një moment i veçantë për mua, kur unë sot marr unanimisht dëshirën e qytetarëve gjirokastrit që unë të jem qytetar nderi i këtij qyteti, është një vlerësim të cilin do ta mbaj me veten time kudo që të shkoj dhe kudo që të jem për gjithë jetën time. Në mendimin tim, Gjirokastra ka dy vlera të shkëlqyeshme, trashëgiminë historike dhe kulturore dhe vlerat e saj të pazëvendësueshme për gjatë shekujve. Por mbi të gjitha Gjirokastra ka energji njerëzore e cila në fakt ka fuqinë për të transformuar dhe për të ndikuar në procese mjaft të rëndësishme siç është në fakt integrimi në Bashkimin Evropian. drive forward transformative processes such as EU integration. Ceremoninë e përshëndetje dhe prefekti i qarkut Gjirokastër Odise Kote, i cili u shpreh mirënjohës për përpjekjet e ambasadorit spanjoll në çeljen e kampusit të Universitetit UNED në Gjirokastër. Me sa duket e ka kuptuar ADN-n e këtij qyteti, e ka kuptuar rrënjën themelore të njeriu gjirokastrit që është arsimi. Në Gjirokastër janë bërë shumë ambasador dhe njerëz të shuar qytetarë nderi miq të Gjirokastrës, sa që do duhet të themelojmë një shoqat. Dhe sigurisht që kriteri bazë që ata janë qytetarë nderi dhe që janë miq të Gjirokastrës është fakti se ata kanë kontribuar, kanë investuar në qytetin e Gjirokastrës. Dhe unë besoj që kjo rruga e investimit për arsimin është rruga më e drejtë, më e mirë dhe më fatlume për qytetin e Gjirokastrës. Ndërsa zëvendës rektoria e Universitetit të Gjirokastrës u ndal tek bashkëpunimi i këtij universiteti me institucionet e arsimit të lartë në Spanjë. I'm truly honored to be part of this special event in this ceremony of awarding a prestigious title to a devoted ambassador for his invaluable support of Gjirokastër. Alvaro Renedo Zalba e mori misionin e tij diplomatik në Shqipëri në dhjetor të vitit 2021 dhe ky nderim nga Bashkia Gjirokastër vjen në përfundim të këtij mandati.